Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në kursin Paraja. Ky kurs ka module interesante, saqë secili prej juve që doni me fillu me biznes, patjetër që doni me viju këtë kurs. Qysh do me anisti me bo biznes ku nuk din çka është parja? Hajde tash fillojmë me modulin 1, hyrja në parat dhe valutat. Pika 1. Çfarë është Global Reserve Currency, apo si që njohim gjithë, dollari. Global Reserve Currency është moneda që përdoret gjithësisht për tregtinë ndërkombëtare dhe si rezervë nga bankat qendrore. Dollari amerikan e ka marrë këtë rol pasi është i pranuar globalisht për stabilitetin e tij ekonomik edhe politik, kështu që u bë moneda më e besueshme për me majt rezervat ndërkombëtare. Pika 2. Nga vjen paraja? Paraja si koncept lindi si një mjet për të lehtësuar shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve, duke zaventësuar sistemin e këmbimit direkt apo si barter. Historikisht në aket e dim që përpara janë kon metalet të çmume, sikurse ari dhe argjenti. E dikur më vonë qeverit kanë filluar me lshu letër monedha të mbështetura nga rezerva që i kanë pas, rezervat e tyne. Do me thonë përpara, ki mujt me ble me ari ose argjent, tash s'mundesh. Tash veç mundesh me bo tregti mes arit, me ble ari ose me ble argjent. Po nëse shkon market edhe do me ble 2 litra qumsh, të jetoni kom që i kaq gram ari, sorry, nuk mundesh. Shkojmë, pika 3. Si funksionon paraja? Paraja funksionon si një mjet shkëmbimi, një mjet për me matë vlerën e mallrave edhe shërbimeve, dhe si një mjet ruajtje të vlerës. Individat edhe bizneset me kry transaksione lehtësisht edhe me planifiku të ardhmen e tyre. Pika 4. Pse ka vlerë paraja? Paraja mban vlerën e saj nga besimi që njerëzit edhe ekonomit kanë me pranimin e saj si mjet shkëmbimi. Do të thotë, kjo vlerë mbështetet nga stabiliteti ekonomik edhe kontrolli i sasisë në qarkullim prej bankave qendrore. Si funksionojnë të gjitha valutat tjera në botë? Në ato ne dim që nuk është veç dollari, ka euro, ka yen, ka shumë valuta ndryshme. E qysh funksionojnë tash tana këto? Valutat e ndryshme funksionojnë nëpërmjet kursit të këmbimit, do të thonë që e përcakton vlerën relative të një valute kundrejt tjetrës. Këto kurse përcaktohen në tregjet financiare globale edhe direkt ndikohen nga faktorë si stabiliteti ekonomik, inflacioni edhe politikat ekonomike të shteteve të ndryshme. Ky është moduli i parë, hyrja në parat dhe valutat. Shihemi në modulin e dytë, inflacioni dhe politika monetare.